Konsumimi tepër të ujit, ai rrit edhe ëndjen e këmbëve? Jo. Ndihmon? Jo. Por nuk fryhet trupi sepse pim ujë. Fryhet sepse nuk pini mjaft, mine mund të jetë e kundërta. Sepse uji është transportues i toksinave për të bërë pastrimin. Heq kripën, pra gjithë to pastrimet dhe lëngjet e ndëjtura që ne kemi marrë nga toksinat apo elemente të tjerë, duhet ndodhin nëpërmjet ujit. Pra nuk është mungesë e tij. Sepse trupi ruan ujin si një pasuri të çmuar, uji është gjëja nga më kryesore, furnizohen indet, furnizohet çdo qelis trupin ton. Pra nuk është uji që na dëmton. Mos e hiqni ujin nga konsumimi, se kjo është vërtet një diçka e keq kuptuar, se unë kam vënë nga të tjerët, edhe nga të tjerët që kanë bërë konsulta. Më marrin dhe më thonë që kanë filluar ta ul fare sasinë e ujit se më hënten këmbët. Në të vërtetë ndodhe kundërta në aspekti biologjik. Mungesa e ujit është një arsye kryesore pse trupi mundet të fryhet. Mund të fryhet madje. Në qoftë se nuk pim, nuk po them të tejkalojmë në sasinë e ujit, por kur ne ulim edhe sasinë e ujit, në qoftë se nuk e pim, atëherë trupi çfarë bën? Çaktivizon gjithë të mekanizëm që quhet mekanizmi i mbrojtjes. Pra ne nuk hidratohemi mirë, ne nuk marrim një sinjal, pra trupi merr një sinjal të mungesës. Dhe kjo çfarë do bëj? Do ta mbledhë ujë më shumë trupi, se merr një komandë, se tash trupi është inteligjent. Kjo madje do bëj që të mblidhen këto në inde, më shumë ky ujë të akumulohet dhe të fryhet trupi më tepër. Roli i ujit është ekuilibrus